Shtatzania është një nga periudhat më të veçanta në jetën e një gruaje. Është një kohë plot emocione, pritje, gëzim, por edhe shumë këshilla nga të gjithë rreth e rrotull. Në momentin që një grua njoftohet se është shtatzan, fillojnë edhe komentet. Mos ha këtë, mos bëj atë, nëse ndodh kjo, do të thotë se bebi është djalë ose vajzë. Disa nga këto këshilla vijnë nga përvoja dhe dashuria e familjes. Por, shumë prej tyre janë mite të vjetra, që janë përcjell brez pas brezi pa ndonjë bazë shkencore. Në këtë video do të shohim 10 nga mitet më të zakonshme gjatë shtatzanisë dhe çfarë thot në të vërtetë mjekësia moderne. Miti i parë. Forma e barkut tregon gjininë e bebit. Një nga komentet më të zakonshme që dëgjon një grua shtatzan është: nëse barku është i mpret, është djalë. Nëse është i rrumbullakët, është vajzë. Kjo është një ide shumë e përhapur në shumë kultura. Por, në realitet, forma e barkut nuk ka lidhje me gjininë e bebit. Forma e barkut ndikohet nga faktorë të tjerë si struktura trupore e nënës, tonusi i muskujve abdominal, pozicioni i fetusit, numri shtatzanive të mëparshme. Pra, 2 gra që presin djem mund të kenë bark shumë të ndryshëm. Miti numër 2. Urthi do të thotë që bebi do të ketë shumë flokë. Shumë gra shtatzëna dëgjojnë këtë fjali. Nëse ke shumë urth, bebi do të lindë me shumë flokë. Kjo ide është shumë popullore dhe interesante. Në fakt, disa studime kanë sugjeruar një lidhje të vogël mes hormoneve që shkaktojnë urthin dhe rritjes së flokëve të fetusit. Por, kjo nuk është një rregull i sigurt. Shumë bebe lindin me shumë flokë edhe kur nëna nuk ka pasur fare urth, dhe anasjetas. Pra, është më shumë një rastësi se sa një rregull. Miti i tretë. Duhet të hash për 2 persona. Ky është ndoshta miti më i famshëm i shtatzanisë. Shumë gra dëgjojnë vazhdimisht: tani duhet të hash për 2. Por e vërteta është pak më ndryshe. Gjatë shtatzanisë, nevojat kalorike rriten, por jo 2 fish. Në 3 mujorin e parë, shpesh nuk ka nevojë për kalori shtesë. Në 3 mujorin e dytë, nevojiten rreth 300 kalori më shumë në ditë. Në 3 mujorin e tretë, rreth 450 kalori më shumë. Pra, cilësia e ushqimit është shumë më e rëndësishme se sa sasia. Miti numër 4. Nuk duhet të ushtrohesh gjatë shtatzanisë. Dikur besohej se aktiviteti fizik mund të rrezikonte shtatzaninë. Por sot e dim se ushtrimet e moderuara janë shumë të dobishme. Aktiviteti fizik mund të ndihmojë në uljen e dhimbjeve të shpinës, përmirësimin e qarkullimit të gjakut, kontrollin e peshës, përgatitjen për lindjen. Sigurisht, ushtrimet duhet të jenë të përshtatshme për shtatzaninë dhe gjithmonë me këshillën e mjekut. Miti numër 5. Nëse dëshiron shumë ëmbëlsirat, do të lindë vajzë. Një tjetër besim, shumë i përhapur, është lidhja mes dëshirave ushqimore dhe gjinisë së bebit. Disa thonë: ëmbëlsira, vajzë; ushqime të kripura, djalë. Në realitet, dëshirat ushqimore lidhen me ndryshimet hormonale dhe nevojat ushqyese, jo me gjininë e fetusit. Pra, nëse ke dëshirë për çokoladë, nuk do të thotë që pret vajzë. Miti numër 6. Nuk duhet të ngresh krahët lartë. Në disa vende ekziston besimi se nëse një grua shtatzan ngre krahët lartë, kordoni i kërthizës mund të mbështetet rreth bebit. Ky është një mit i pastër. Pozicioni i kordonit të kërthizës nuk ndikohet nga lëvizjet e nënës. Ai lidhet me lëvizjet e fetusit dhe gjatësinë e kordonit. Miti numër 7. Nuk duhet të flini në shpinë. Ky mit është pjesërisht i bazuar në një fakt real. Në muajt e fundit të shtatzanisë, gjumi në shpinë mund të ushtrojë presion
mbi disa enë të mëdha gjaku. Por kjo nuk do të thotë që nëna nuk mund të shtrihet kurrë në shtëpi. Mjekët zakonisht rekomandojnë që në 3 mujorin e tretë të preferohet pozicioni anësor, sidomos në anën e majtë. Miti numër 8. Nuk duhet të udhëtosh. Shumë njerëz besojnë se udhëtimet janë të rrezikshme gjatë shtatzanisë. Në fakt, nëse shtatzania është normale dhe pa komplikacione, udhëtimi është zakonisht i sigurt. Megjithatë, ka disa rekomandime. Shmang udhëtimet shumë të gjata pa pushim. Lëviz shpesh gjatë fluturimeve. Pi mjaftueshëm ujë. Gjithmonë është mirë të konsultohesh me mjekun para një udhëtimi të gjatë. Miti numër 9. Nuk duhet të pish kafe. Kafeja shpesh shihet si diçka e ndaluar gjatë shtatzanisë. Por, në realitet, kafeina në sasi të moderuar konsiderohet e sigurt. Shumica e udhëzimeve mjekësore rekomandojnë që konsumimi të mos kalojë rreth 200 mg kafeinë në ditë, që është afërsisht një filxhan kafe. Pra, nuk është e nevojshme të hiqet plotësisht nga dieta. Miti numër 10. Gjendja emocionale e nënës përcakton karakterin e bebit. Shumë gra ndihen fajtore kur janë të stresuara ose të trishtuar gjatë shtatzanisë. Shpesh dëgjojnë: "Mos u mërzit se do ta ndjej bebi." Është e vërtetë që stresi kronik mund të ndikojë në shëndetin e përgjithshëm. Por, emocionet normale njerëzore nuk dëmtojnë karakterin apo personalitetin e fëmijës. Shtatzania është një periudhë me shumë ndjenja dhe është krejt normale të përjetosh edhe momente ankthi apo lodhjeje. Por, pse vazhdojnë të ekzistojnë këto mite? Mitet shpesh lindin nga përpjekja e njerëzve për të kuptuar gjëra që dikur nuk shpjegoheshin dot. Para zhvillimit të mjekësisë moderne, njerëzit përpiqeshin të gjenin shpjegime në përvojë traditë dhe besime popullore. Disa prej tyre janë të pafajshme dhe madje argëtuese. Por, është e rëndësishme që vendimet për shëndetin gjatë shtatzanisë të bazohen në informacionin e saktë. Sot kemi më shumë informacion se kurrë më parë, por kemi edhe më shumë dezinformim. Prandaj, është shumë e rëndësishme që gratë shtatzana të marrin këshilla nga mjekët, mamit apo burime të besueshme, dhe jo vetëm nga rrjetet sociale apo thashethemet familjare. Shtatzania është një udhëtim unik për çdo grua. Këshillat e familjes shpesh vijnë nga dashuria dhe kujdesi, por jo gjithmonë janë të sakta. Disa mite janë thjesht pjesë e folklorit, dhe ndonjëherë është në rregull t'i dëgjosh me buzëqeshje. Por, kur bëhet fjalë për shëndetin e nënës dhe të bebit, informacioni i saktë është gjithmonë zgjedhja më e mirë, sepse çdo shtatzani meriton të përjetohet me qetësi, siguri dhe besim. Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.